Çelet sezonit turistik në Bulqiz, ceremonia zyrtare u mbajt në fshatin Bllaz të njësës administrative Shupens me asfaltimin e rrugës dhe së fundmi rehabilitimin e liçenit artificial të Bllacës dhe mbushjen me ujë për herë të parë pas 30 vitesh të tillë. Shtokët u dhe freskinë dhe bukurinë natyrore të këtij vendi e kanë bërë këtë zonë mjaft atraktive për tërheqjen e turistëve. Pikërisht në këtë fshat të investuar, Bashkia Bulqiz mbajti eventin e ceremonisë çelëse të sezonit turistik, ku zhvillua një panajir agro-ushqimor i zonës, si dhe në zonës shkollash që çelën ekspozita të larmishme pikturash. Kryebashkiakja Festim Mjeshtri tha në fjalën e çelës sezonit turistik se Bulqiz është një bukuri e mahnitshme natyrore, gërshetuar me kulturën dhe traditat e zonës që do të tërheqë turistët e mëngjepsur pas natyrës dhe maleve. I pranishëm në këtë event edhe deputeti Ulsi Manja, i deleguari politik i Partisë Socialiste për Qarkundibër, foli si mik i Bulqizës e në veçanti i Bllacës. Përshëndetje, ju uroj një sezon të mbar turistik të gjithëve. Sa më shumë vizitor, aktivitete dhe sa më shumë mbështetje për bizneset, familjet dhe komunitetin tonë. Duke parë këto bukurit jashtëzakonshme natyrore dhe bizneset që zhvillohen çdo ditë, ju ftoj sa më shumë turist të vinë në Bulqiz duke parë traditën, kulturën dhe mikpritjen që ne kemi. Ju uroj të kaloni sa më bukur sot dhe secili nga ne të bëhet një ambasador i vogël i Bulqizës për të promovuar të gjithë bukuritë e zonave. Gëzuar edhe njerë, dhe tani kam kënaqësinë t'ia fjalën të deleguarit të Qarkut, deputetit të zonës, zotit Ulsi Manja, dashamirësit më të madh të Bulqizës. Mirëdita gjithëve, kryetarja e bashkisë, drejtuesin politik zonës dhe deputetin e zonës, unë fakt i kam të dyja këto cilësi, por sot jam këtu si mik dhe dashamirës i Bulqizës, por në veçanti i Bllacës. Ata që më njohin e din lidhjen time me këtë zonë, se tani thuhet shpesh që jam prej këtu, jam prej atje, po burrat në përgjithësi kur i pyet zakonisht janë nga fshati Grus. Edhe e thon kështu në zonë, nuk e thon me mikrofon si puna ime, por unë jam mes miqve të mi, mes dashamirësve të mi, dhe në një zonë të mrekullueshme që sot secili prej nesh këtu duhet të jemi ambasadorët më të mirë të këtij turizmi malor që ne hapim sot tek liçeni i mrekullueshëm i Bllacës. Por jo vetëm Bllaca. Bulqiza me gjithë krahinat e veta, zonat e veta, fshatrat e veta, ka bukuri të jashtëzakonshme që ne duhet t'u zbulojmë të tjerëve. Miqve dhe dashamirëve të tjerë që vetëm i kanë parë në hartë ose kanë dëgjuar se ku bie Bulqiza, Bllaca, Shupenza apo krahina tjera të kësaj zone. Kështu fillon pak e nga pak, ne sot jemi në Bllac, jemi kaq sa jemi, vitin tjetër do duhet jemi akoma më shumë, me kujdesin dhe dashurinë për zhvilluar turizmin, ama me një këshill. Kjo zonë jashtëzakonshme, e mrekullueshme dhe kaq e bukur do duhet ta mbajmë pastër. Sepse ditën kur nuk e mbajmë pastër nuk na vjen kërkush këtu. Kështu që ta shijojmë këtë ditë sot, sezon të mbar turistik. Më thanë këto miq dhe dashamirë që kam këtu, që këtu çdo fundjavë vin familjar me familjet e tyre për të festuar, por ne duhet marrim edhe të tjerë, ja banxhi, ata që janë nga Tirana e poshtë, që ta njohin dhe këtë pjesë të Shqipërisë. Bulqiza, zonat e Bulqizës, por Dibra, Klosi, Mati janë zona të jashtëzakonshme me potencial të madh për ta zhvilluar turizmin malor. Por mbi gjitha janë njerëzit e mrekullueshëm të kësaj zone. Shumë faleminderit për respektin dhe për miqësinë. Faleminderit. Eventi u mbyll me një program festiv me këngë valle të krahinës, por dhe artistësh të njohur në vend.